dini që të gjithë jeni këtu, sepse ka filluar nga një kontakt. Dhe prandaj kam nisur me këtë gjë. Mjafton të jesh në vendin e dur, me personin e dur, dhe jeta, biznesi, çdo gjë mund të zhvillohet dhe mund të ndryshojë për gjithmonë. Problemi qëndron që shumica nga ne nuk e ka guximin të bëjë atë pyetjen e parë, hapin e parë. Për shembull, siç tha Neida, jemi njohur mbasi nga parë sociale, kemi shkruar sa mesazhe, ka qenë klientja ime, pa e më ndihmoj që të bëja këtë event, sepse unë nuk jetoj këtu. Jetoj në një emër të baz, kam gati 13 vite aty. Të gjithë neve në këtë moment jam shumë e sigurt, kemi ca flutura. Ajo quhet lumturi, adrenalina, këtë do takojmë sot, me çfarë do bisedojmë, mbase marrim atë relatën, lidhjen e parë që mbase mund të ndryshojë diçka, mbase marrim një motivim, një inspirim. Por duke e parë tani, e kam deja vu, di pse sepse kam ndëruar pikërisht këtë moment. Pra, arsye pse më ka qenë lumtur tani. Unë e kam ndëruar, po jo sot, jo vjet, jo par vjet. E kam ndëruar pikërisht kam qenë shkollar. Nuk mendoj që po bëni gjë më të veçantë gjithë juve këtu. Por mendoj që kur kam pas frikë, e kam hedhur një hapë përpara. Një hapë përpara. Kam pas frikë adrenalinë dhe një hapë përpara. E thjesht kam thënë Marcela, shko se si diet ku të mbarosh. E ja ku jemi këtu. Edhe nuk e dim nëse ky event vitin tjetër apo kur mund ta teket prap, mund të jetë më i madh, mund të jetë një konferencë, mund të jetë në vende të ndryshme. Të gjithë neve kemi ëndra, kemi dëshira, kemi synime, por normal që na friksojnë, sepse nuk e dim, është e paditur. Çdo person nëse për ju sipërmarrësit, kur nisët sipërmarrja, nisëm me idenë që unë do jem suksesshëm. Sa njerëz menduan të jenë suksesshëm që muajin e parë. Hyrën dorë. Se dim. Dhe asnjëri nuk lind sipërmarrës, nuk ka shkollë për sipërmarrje. Unë kam mbaruar për marketing biznes dhe nuk mësova të hapja një biznes nga fakulteti që bëra. Njerëzit mendojnë që unë arrit të di të mësoj strategjitë e marketingut dhe shitje sepse kam bërë në shkollën e biznesit. Normalisht të gjithë kur e nisim një hap, jemi të friksuar. Por, nëse neve krijojmë relata, takojmë ata personat e dur, nuk është aq e frikshëm sepse dikush mund të ndihmojë me një referencë, përgjigj një pyetje, një mbështetje, unë mjafton një fjalë, po bën një punë shumë të mirë, bravo, ec. Unë nuk e mendoja që komentet tuaja, mesazhet tuaja, kush më njeh nga rrjetet sociale, do ishin aq mbështetje për mua për të ecur përpara. Se Marcela, po çfarë që kam njerëz po ndihmon, njerëz po falenderojnë. Se ndonjëherë, kur nuk kemi sipërmarrje, nuk postojmë gjëra në rrjetet sociale, nuk ka njëri për të thënë bravo. Mbas shoqja nuk e di, familjar nuk e di, nuk ka njëri. Po gjë e bukur e ndërtimit një komuniteti social është që njerëzit shikojnë rrugëtimin tënd. Mua më kanë ndjekur njerëz që kanë pasur 200 followers, 500 followers apo ndjeksa, 1000. Dhe tani ka njerëz që për herë të parë janë takuar sot. Anetën për herë të parë në këtë event, edhe pse jemi njohur për një kohë gjatë. Kisha pjesëtar skuadre, sepse bota digjitale është rritur, nuk mund të themi më që nuk kam shitje. Eca në Tiranë këtë ditë se nuk ka parkim. Dhe çfarë vjen re? Shumica e sipërmarrësve rinin duar kryq, edhe prisin për klientën. Edhe vite gjuna, vite të vjen në çdo biznes, dhe ti ka një strategji që çfarë më të bëj? Hap një TikTok, bëj live, posto në rrjetet sociale. Pse duhet të presësh klientët të vitë këty? Ti mund të vesh te klienti duke përdorur strategjitë e marketingut, të shitjes. Ecim atë idenë që mjafton mund të promovoj, ja reklamim, dhe ata do bëjnë klientë e mi, por në fakt nuk funksionon kështu. Ne shqiptarët kemi sa vërtetë shumë burra. Jemi një pritës, jemi një dashur, domethënë, ne mund të jemi takuar në ascensor dhe bëjmë shok të ngushta, ne do flasim, do pyesim nga je, sa fëmijë ke, sa ke rrogën, sa para ke harxuar, i di të gjitha. Por kjo nuk është normale në asnjë vend tjetër të botës, ëh. Pra kemi ca gjëra shumë të bukura. Po e di ku qëndron sekreti, është tek dhënia mbrapsh i komunitetit. Çfarë do komuniteti ju jeni? Nëse jeni në industri për shembull dentale, do jepni trajnime, apo jeni duke u qenë sponsor në një event. Çfarë do që t'jeni, mjafton që ju të jepni mbrapsh, sepse njerëzit fillojnë të vënë re. Dhe këtë gjë bëra, e nisa me centrin, me klientë të tjerë, dhe thash, okay, tani nuk më njeh njëri, po promovoj social media. Po do thonë njerëzit, po ti s'ke të thonë se të thonë, ke parasysh. I thonë ato gjëra, dhe i kanë thënë. Kështu që fillova me rrjetet sociale, postova, edhe para se gjithë thonë që nuk e bëj dot video, më besoni, sa video kemi edituar, kemi fshirë, nuk rrit njëri konfidencë. Konfidenca krijohet, praktikohet. Unë dhe sot kam qenë shumë emocionuar se thash do të them një gjë, sepse tek e fundit vërtet jam shqiptare dhe di shqip, por shqipin mbase nuk e kam aq të perfeksionuar sa ju që jetoni këtu. Shkollën e lartë në Shqipëri e kam bërë në anglisht te Fakulteti Filologjik.
shkollën e lartë në Amerikë, të dytën për business marketing e kam bërë në anglisht. Gjithë biznesin, korporatën, eksperiencën e kam në anglisht. Kështu çdo njëherë mund të them gjëra si relata dhe jo lidhja, apo gjëra si followers dhe jo ndjekës, sepse ato më vinë përmbar. Por ama nuk më pengoj si të bëja biznes në Amerikë, edhe pse kisha aksent dhe amerikanët më shikonin pak si nuk të marrë me çfarë thua Marsita, edhe njëjtën gjë në Shqipëri. Pra dhe juve nuk ka rëndësi sa të fiksuar jo po fiden, mjafton që ju të jeni prezent, bas s'është vetëm me video, mund të jenë postime, mund bëni artikuj, do e shikoni që konfidenca vjen, s'mund të përmerr ato komente, ato mbështetje, vjen dhe pastaj jeni të prirë për të bërë gjëra më të mëdha. Nisa agjencinë e marketingut, filloi gjithmonë si konsulent. Të kesh një agjenci marketingu sot është një gjë veçantë, më duket gjithë jam për agjenci marketingu, sepse është një gjë shumë e lehtë që mund ta bëj një person që ka mjaftuar shumë eksperiencë, varet nga shërbimet që ta ofrojnë, dhe është biznes online, mund të dhëtoj, agjencia më ka dhënë mundësira që të drejtën korporata më dëmjet të kur. 3 javë leje kisha, laj thaj, kurse me biznesin online, duke mësuar dhe nga shtëpia vajzën e madhe se kam 2, e vogla është akoma e vogël, nuk i mësoj dot akoma. Unë dhe burin, ai punon nga shtëpia, kemi arritur të udhëtojmë. Edhe kjo parasysh kur shikon ndonjëherë këta influencer e thonë që ti mund të punosh online edhe mund të udhëtosh botën dhe gjithë skem, çfarë do na shes në një gjë. Isha edhe unë ashtu. Dhe ajo që po e bëj, sepse më mjafton një telefon, një laptop, skuadër dhe unë mund të bëj video nga kudo, mund të postoj, mund të bëj takime nga kudo, mund të bëj çdo gjë nga kudo. Dhe në 3 vitet e fundit kam bërë më shumë udhëtime nëpër botë. Pra ta që se ka ndjek kanalin të YouTube-it, më sot dhe udhëton me Marsila Bjaçak, kur nuk thjesht tregoj që shkoj çfarë po shikoj, po jap strategji, çfarë shikoj që ju mund të implementoni, idea biznesi që ka jashtë, si bëhet turizmi jashtë, ka shumë njerëz që kanë restorante, kanë kafene, deri çfarë bëhet tu, por ndonjëherë do të jesh veçantë. Gjë më veçantë është të udhëtosh, të shikosh, të implementosh, të praktikosh. Dhe këtë gjë kam bërë. Kjo gjë më lindi që të hapja dhe X Social Academy, që sa për kemi live në platformën tonë të website, expensemarket.com, kur shumë këto trajnime që unë kam bërë, i kam regjistruar dhe tani jap një kohë shumë të ulët për sipërmarrësin. Nga këto trajnime ja dëgjojmë shumë gjëra falas, guida që mund t'i gjeni. Pra si thua është një akademi për sipërmarrësit e vegjël që çfarë duhet të bëjmë në rrjetet sociale, si ti marrë ato klientë kur nuk nisë një buxhet të madh, sepse do të kanë nisë një buxhet të vogël. Në fakt, shumë kohë mos e thuaj, buxhetin së shtuar. Sa mendoni ju e kam nisur biznesin tim? Jam Okej, bajtë shikosh, po. Duket që $150-200 mjafton thjesht bleva licencën, dhe pse njerëzit që unë pagova në moment oroni, që kisha një fare ideje, çfarë bëj? Okej, unë vërtet jam ekspert në marketing, do të di financën, di kontabilitetin, janë shumë gjëra të tjera, pra nuk mund të jem ekspert në çdo gjë. Këta njerëz më thanë që hap një website, po tani një website mund të jetë $2.000-8.000. Si mund të hap një website kur s'kam para? Dhe ky është një gabim që unë shikoj jo vetëm si para shqiptar, por në shumë biznese të tjera. Ka një ide një biznes dhe duan që të vënë o ta bëj lokalin më të bukur, apo kanë të harxojnë miliona dhe çfarë ndodh? Asnjë vit, 2 vit nuk i japin shpresë dhe falimentojnë, sepse janë me borxh. Tani, flasim pak për rrjetet sociale, se mendoj aty një çdo gjë, nuk na kushton shumë para, mund ta nisim vetë. Normalisht nëse keni buxhetin mund të postoni suader. Gabime të shumta që shikoj, po të vini re, gjithë followers që kam i kam organik. Unë shumë i mund të bëj reklama dhe mund të rritë të bëj 50.000, 100.000 dhe them, do të mësoj ju të bësh 100.000 ndjekës. Por di çfarë? Unë njoh sipërmarrës që ka 100.000 ndjekës, që ka 1 milion ndjekës, dhe këta sipërmarrës bëjnë zero shitting nga Instagrami. Sepse o i kanë vlerë, o i kanë bërë thjesht reklama për atë produkte dhe njerëzit mund ta kanë bërë follow për reklam, por nuk ka një strategji të duhur që ta ndjekës vërtet të shikojnë. Thjesht se juve keni ndjekës, do të thotë asnjë gjë. Sepse nëse ju nuk keni një profit të optimizuar që njerëzit ta kuptojnë që çfarë bën, si më ndihmon mua, njerëzit janë egoistë, ne jemi egoistë. Si mund më ndihmosh mua? Nëse ti nuk e shprehte me videot e tua dhe si ti po jep brapshe dikush, për shembull, një kliente si më po shkoi te klienta me kozmetik, promovonte për shembull 5 arsye pse na duhet vitamina D. Dhe unë thash, okay, po gjithë e dim që vitamina D na duhet. Por çfarë ndodh nëse nuk e marr vitaminën të mjaftueshme? Cilat janë problemet? Kur fillon me probleme, njerëzit thonë, kam shumë probleme se edhe unë kam merak se shikoj më dhëm këma, më dhëm kjo. Fillon nga probleme, pra shkojmë prapë te përmbajtja. Postojnë si shtas, s'po për më fare disa postime se sa, kemi mësuar me marka që postojnë kremi Joni Radhës dhe kur bëj bashkëpunime që punojnë influencera, ta bëjnë video me miliona, mbas me miliona, kam dëgjuar këtë historinë nga klientë mi, që kanë paguar dikë €50.000.
për një video i them unë, e ti çfarë do thotë për një biznes 50.000 euro? E sa video content mund të bësh, që kanë vlerë, dhe çfarë bëri personi tha, urdhroni, blini këtë. Thjesht është i famshëm, asgjë s'bëri. Nuk i dhaj shumë shikime sa menduan ata që të jepte, ose ishin thjesht shikime, nuk i dhani mjaftueshëm klient. Pra, nëse ju nuk keni atë strategjinë e kontentit që përmendëm, thjesht do postoni dhe mbase audienca do bjerë në gjumë, do i harroj fare që keni postuar. Duhet të bëjmë agresimin. Dhe një mënyrë shumë e thjeshtë është në të bësh video virale. Të gjithë më thonë, "Ua, si bëj video virale, është aq e vështirë." Në fakt, të bësh video virale është gjë më e lehtë. Mjafton të gjesh një gjë që kemi gjithë përbashkë, shumica, dhe të vësh japësh një këshill apo të japësh një gjë për edukim apo një motivim, dhe bëhet virale, shumë e thjeshtë. Këto janë vetëm disa nga shumë videot që janë bërë virale. Por çfarë ndodh? Kur bëj një video virale, zërse nuk shikohen fare nga followersit të tu. Pa ti e tërkohë se zërse është marketing falas për ty. Kur bëhet një video virale, mos kur vjen ato komente negative, unë i them klientëve, dhe sikur 2000 shikime, nëse ti ke 500 followers, ke marrë 2000 shikime, edhe ke filluar të marrësh një koment negativ, në mënyrime, video është bërë virale. Sepse ka vajtur një audiencë tjetër që nuk ishte fare ndjeksi jo, nuk e di çfarë po bën. Po bëre ti na shes të shmend, më thonë mua. I them në fakt, po shes mund tani. Njerëzit paguajnë të shes mend. Pra, ndonjëherë vjen me negative, normalisht është një video virale. Por ndonjëherë themi, apo një video pak a shumë si një person, një biznes mund të ndryshojë biznesi përgjithmonë. Mund të përfundojë nëpër gazeta, nëpër televizion, sepse ishte video i duhur. Por nuk është thënë që video virale do t'ju japin para. Në fakt është gënjeshtër, ti thot dikush është gënjeshtër. Sepse shumica e video virale është supozohet për audiencë më të gjerë, që nuk ja ka haberin. Çfarë bën? Pra, për shembull, nëse unë them që jemi këtu dhe o të gjithë domethënë ne sapo presim të ham buksën nga Maruria, jam shumë e sigurt që video po të marrë diçka të ngjashme do bëhet virale, sepse njerëzit do thonë, "Oh, edhe unë." Por jam shumë e sigurt nuk do kthehet në klient. Çfarë më rekomandoj? Klientë është të ketë rreth para 3 gjëra kyçe. Mbase disa i di, por e parë është titulli. Shumica njerëzit fillojnë, "Hey, përshëndetje, unë jam Ilani Fiseku dhe unë doja t'ju tregoja sot, 3 sekonda ikën." Njerëzit janë bërë aq shoqëtesh, pra e kanë atë vëmendjen aq vogël sepse janë në TikTok, në Instagram. Njerëzit duan në 2 sekonda, as 3, 2 sekonda. Pse duhet të ndaloj së pari të video? Pra shumica njerëzit mbase e na shkollojnë komplet e SEO. Ka supermarkete që janë me biznese të mëdha dhe thonë çfarë është SEO? Search Engine Optimization. Okej, le të themi një restorant. Nëse vjen një turist, gjë e parë që do bëjë turisti është të shkojë në Google dhe të kërkojë restorante italiane, persona me kushte shqiptare. Dhe personat që kanë bërë SEO më mirë, që kanë Google My Business Page, kanë dhe reviews, pra kanë marrë ato 5 staret, ata do jenë të parë që dalin në listë. Dhe nëse restoranti nuk ka 5 yje, pse do të vejë turisti? Turisti ka konkurrencë shumë të madhe. Ne kudo që dhëtojmë, vjen çdo gjë është nga Google. Kjo është për shumë biznese të tjera, mund të jetë parukeri, mund të jetë një fast food, mund të jetë një website, një kompani, një set fotografie që mund të duhet të bësh. Pra, nëse ju nuk bëni SEO, dhe për një kohë të gjatë, jo 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, dhe thua, hajde, presim nga qielli, të bëni edhe reklamat për audiencën e synyer më të targetuar, ju do humbisni shumë klient potencial që janë të ngrohtë të menarë, pra warm leads, që do të thotë që ai që po kërkon, to pikërisht shërbimi që ti po ofron në lokacionin që ti je. Nuk është një reklam që je në meta ti të deni një reklam dhe thua, nuk më pëlqen kjo, edhe vazhdon. Është pikërisht për ata. Pra është një gjë shumë e humbur. Ka shumë për shembull kompani që normalisht nuk duan të dalin në video, është okay, jo gjithë kanë kohën, por nuk kanë skuadër që do dalin në video, po i duhet content. Për shembull, një kliente mia ka shet kozmetik, ka një brand me kremra, gjëra që janë shumë të shtrenjta. Ajo nuk mund të bëj video, nuk ka, sepse nuk do që të nxjerrësh një person, sepse pastaj njerëzit do mendojnë ai personi është sipërmarrësi, dhe ajo punon pra influencer marketing, punon njerëz të ndryshëm, që nga njerëz që bëjnë video falas, pra që janë content creator, që thonë UGC creator, janë njerëz që bëjnë video për brande, dhe këta tani mund t'i bëjnë në këmbim të produkteve falas, në këmbim të shmojë të vogla, bashkë në Instagram dhe rriten shpesh, po dhe tani fasha duket sikur kanë shumë njerëz atër buta për përdorin të produktin. Dhe ajo ka gjithmonë content, nuk ka nevojë të fokusohet në një person apo të lodhet vetë. Shumica e supermarketet ndonjëherë harrojnë ta bëjnë këtë gjë. Ka kompani që kanë bërë shumë mirë, shqiptare, por ka dhe akoma që nuk e bëjnë. Marketingu për mbajtje, çfarë do të them? Njerëzit mendojnë që të postosh në rrjetet sociale, kurse për njerëzit ku i marr gjithë në një test, sepse janë shumë e sigurt se bëjnë rrjetet sociale shumë mirë,
mendoj që mjafton të postosh benefitet e shërbimit, benefitet e produktit dhe ajo është kontent, pra është përballje e bukur. Kur në fakt njerëzit lidhen me histori. Arsye pse njerëzit më kanë ndjekur, nuk ka qenë, mund të ketë qenë thjesht mbasi një edukim, një motivim, po i ka pëlqyer mënyra mbasi si kanë folur, apo mënyra si janë me thjeshtë, mund të një fjalë që mbasi njerëzit dëgjojnë pak e prapambetur. Po më pëlqen se janë ato fjalë që na bëjnë shqiptarë dhe nuk duhet të humbasi vlera. Mund të ketë qenë mbasi një inspirim, një histori jete që ndava. Njerëzit lidhen me njerëz, nuk lidhen me produkte, me fotot e produktit. Nëse ti nuk je dikush që del aty dhe tregon historinë, pse bëre pikërisht të produkt, atëherë njerëzit nuk do blejnë. Dhe nuk mund të bëjmë gjithmonë të gjitha shërbimet apo çdo gjë, thjesht benefite të shit, por në fakt, me se keq në anglisht, hiqeni editorët. Por në fakt duhet të bësh, po, është fani. Por në fakt duhet të bësh një histori. Jam shumë e sigurt që gjithë ju keni histori, nga e nisët, si përfunduat, vështirësi. Dhe nëse ju dini në rrjetet sociale dhe tregoni, njerëzit do lidhen me ju, do ju duket sikur ju njohin. Ashtu si ju kur më takon sot, edhe pse kemi folur thjesht në Instagram apo Facebook, ju më përqafuat, më putët pra sikur jemi njohur. Pra, kur njerëzit arrin ta kuptojnë këtë sekret, ai komunitet bëhet aq i ngushtë sa çfarë do ti të bësh, ata do të bëjnë dhe ti do ndjesh kënaqësi më të madhe, se nuk po shitesh produkte apo po shesh shërbime, por je duke emocion, por je dukur sikur po bën një ndryshim. Pra pak a shumë si doktor, doktorët janë doktorë jo për para, sepse duan të shpëtojnë jetë ajo ndjesia. Se doktorëve i thua, po pse punon 8 orë në javë? Pyet çdo doktor, çdo kirurg. Po pacienti më kishte nevojë. Pra çdo janë mbrapsht e komunitetit. Kur jep mbrapsht, njerëzit vëre. Shumica nga ju, nëse kanë parë mesazhe, keni vështirësi, mbase nuk dini si të gjeni klientin, që mund të jeni ju duke vajtë klientin, mbase si bën një video virale, si mund të nisni atë komunitetin në social dhe shqyrë zotit, jeni në vend e dur, i duar për kitje, keni ardhur. Por do të tregoj një gjë, nuk e di pse njerëzit, edhe pse jemi në 2024, por them njerëzit flas për supermarketet dhe bizneset e vogla, akoma nuk e kuptojnë çfarë është marketingu. Akoma mendojnë që marketing është të bësh ta reklama në Facebook, marketing është të thosh një broshurë, marketing është mbase të postosh rrjete sociale që unë promovoj rrjete sociale, unë promovoj website development, unë promovoj këtë, dhe ai është marketing. Po në fakt, është shumë herë më e komplikuar se kaq. Para se nis një biznes, jam shumë sigurt gjithë e din për planin e biznesit, nuk dua të lodhem, por dua që kuptoni që shumica nga ju nuk bën një herë kërkime. Pra nëse ti do të hapësh një biznes të ri, do të bësh kërkime një herë. Okej, sa biznese për shembull, nuk e di Anita, mbase mund të flasësh, sa biznese ka fast foodi në Tiranë? Sa më një nga këta biznese? Sa ke xhiro? Sa ke mbase dhe i punson 1 orë, 2 orë seance. Merr sa më shumë informacione. Informacionet janë shumë të mira sepse ti do shikosh çfarë nevojitet në treg dhe çfarë po bëjnë të tjerët që ti të bësh komplet kundërta. Sepse nëse njerëzit ti shikojnë një exchange, shikojnë të gjitha bizneset në Tiranë, exchange, fast food, restorant, kafe, butik, exchange, ndonjë automobile, se janë të rregulluar makinat, pra pak a shumë i njëjti biznes. Po ka shumë biznese idera që mund të jetë në një vend të vogël, që mjafton të shikoni çfarë bëhet jashtë, të zotoni në Greqi, mbase në një vend tjetër që mundeni, dhe shikoni që pse do të bësh diçka që është e njëjta gjë, mund të bësh shumë gjëra të tjera dhe mbase inovative. Prandaj, siç ju rekomandoj disa nga videot që bëj, sepse ndonjëherë dhe unë surprizohem që ua ashtu e kam menduar. Vija për shembull një kafene në Amsterdam, dhe kafeneja kishte si llampadar, një llampadar shumë të madh, që e krijuar me gjithë kafet ndër vitet, ata kishin vite aty. Dhe gjithë njerëzit vinë aty te vjerë gjë parë që bëni foto. Tani ajo foto ku do të shohë? Do jetë në social media, do të bëjnë tag biznesit. Promovim valas. Sot për shembull, jemi gjithë këtu? Do postojmë mbasi një foto në fund të fjalimit, do jetë në rrjetet sociale. Ju mbasi nuk do arrini të bisedoni me gjithë njëri tjetrin, por ama në rrjetet sociale mund gjeni foton, bëni një koment, shikoni storët, gjeni mbase kush më ka bërë follow, kush e ka postuar, dhe vazhdoni më tutje, merrni një ide kreative. Gjithë normalisht do kemi operacione, pa një skuadër, si thash, që gjeneron të ardhura, një skuadër që merr me menaxhimin e biznesit, një skuadër që merr me shërbimin. Nëse ne nuk kemi skuadra të dhura, nuk kemi biznes. Nuk po vetëm shumë detaje, sa shumë sigurt që fitimi, produktet e shërbimit janë të përsosura për të gjithë, i bëjnë shumë mirë, nuk e bën fare diskutim, por ndonjëherë janë më shumë.
Është më mirë ndonjë të njihemi për 3-4 shërbime, për shembull dhe unë kam një agjenci marketingu dhe jam shumë shërbime, po njihem për social media management, për strategji shitje, pra marketingu me shitje. Nuk njihem për website, kam klient që bëjnë website, po ka një arsye pse nuk e promovoj. Sepse vërtet specialiteti, ajo që unë e bëj me gjithë pasion që mund të t'jap rezultate më të mëdha, është marketingu social, rritja një komuniteti, rritja një strategji që të gjenerojë shitje. Ajo është specialiteti im që bëj me dëshirë me pasion. Dhe një kompani që nuk e ka pasion, pikërisht atë gjë, mund të bëjë ty paketa sociale, ka agjenci marketingu sa dojë, më të lira se të mia, shërbimet e mia, por nuk do t'japi atë sparkun, sepse nuk e kam pasion pikërisht atë gjë, pasi janë për website development, etj. Gjë tjetër është për shembull që mendoj shumë si për marrë. Unë për shembull shes guida Mikoso shumë të ulët. Dhe janë guida që e ka pasur një shumë të lartë dhe normalisht dua të shes sepse janë gjë që unë nuk lodhem dhe njerëzit mund t'i blejnë kur unë mbase thjesht jam duke pirë kafe. Që unë të shes këto guida, njerëzit ndonjëherë nuk e di që ekzistojnë, normalisht do i promovoj, por çfarë bëj është gjithmonë ja pak strategji në përshkrim dhe gjithmonë them komentoni këtë fjalë për der guidën. Dhe sa njerëz e komentojnë, njerëzit ti fillojnë të shikojnë përshkrimin, çfarë pse komentoj guida njerëzit. Shikojnë përshkrimin dhe fillojnë ata komentojnë, thotë ta marrë këtë guidën dhe ti tani mbledh emailë. Shumica si përmarrëse nuk bëjnë gjë me këto emailë. Pra, ka njerëz që mund të kenë shumë vite në biznes dhe them ke emailë plot. Po çfarë bën? Asgjë. Po dërgoj një këshill. Dërgoj një, hey, për shembull dentistja ime më dërgon newsletter javë për javë. Pra, newsletter që po, javë për javë. Si ti lani dhe më mirë, çfarë ushqimi rustahani nëse keni zbardhuar dhëmbët. Ai që bën taksa, kontabilisti, më dërgon newsletter javë për javë. Erdhi muaji i fundit për taksa. Dhe unë jo vetëm gjej më shumë vlerë, por kur ata shesin një shërbim më lart, unë jam e parë që shikoj atë email sepse kam gjetur vlerë në emailet e tjera. Nëse ata do bëjnë një event, unë jam e parë çdo vete sepse i kam ndjekur. Nuk vetëm te dentisti një herë dhe harroj që ka vajtur. Pra, përdorni emailet sepse në emailet do gjeni shitje më të mëdha. Ndonjëherë kur fillon diçka me negative, siç përmenda më përpara, që nëse nuk e bëni këtë, atëherë do ndodhi kjo gjë. Ose ju duhet ta bëni këtë që mos të ndodhi kjo gjë. Pra diçka negative që njerëzit, unë shumë shpesh ata që më ndjekin, përdorin ndonjëherë 5 website që nuk i dini. Normalisht ju mund t'i dini ato website, por thjesht e përmenda fjalën nuk i dini. Psikologjia e trurit tonë mendoj që shikoj njerëz se mund të jetë një website që nuk e ka marrë vesh akoma. Dhe kur ju përdori këtë gjë, ose kur përdori numra të ndënj, se kjo ishte kjo që ishte në slide, një shembull, kur përdori numra të ndënj si 20 mënyra, njerëzit do të shikojnë videon deri në fund, mund të jetë 5 minuta video. Nëse njerëzit dinë çfarë do gjejnë në të 20-ën, ata do e shikojnë. Dhe kjo juve mund të bëhet video virale, që njerëzit të vinë në profil, të shikojnë, të ndjekin në tjera me radhë. Dhe dyta ishte normalisht angazhimi. Pra, ajo captioni apo përshkrimi një video është një që juve gjë parë që bëni që bëni një pyetje në fillim, nëse nuk e keni bërë në video, dhe jepni pak më shumë vlerë. Pse mendoni ju që njerëzit thonë 10 këshilla, japin 5 dhe thonë 5 e lexoni përshkrimin, sepse sa njerëzit të lexojnë përshkrimin, pra njëta gjë me komente, video do bëhet replay, pra strategji që të rrisin shikime. Gjëja tjetër është për shembull që mendoj shumë si për marrë. Unë për shembull shes guida Mikoso shumë të ulët. Dhe janë guida që e ka pasur një shumë të lartë dhe normalisht dua të shes sepse janë gjë që unë nuk lodhem dhe njerëzit mund t'i blejnë kur unë mbase thjesht jam duke pirë kafe. Që unë të shes këto guida, njerëzit ndonjëherë nuk e di që ekzistojnë, normalisht do i promovoj, por çfarë bëj është gjithmonë ja pak strategji në përshkrim dhe gjithmonë them komentoni këtë fjalë për der guidën. Dhe sa njerëz e komentojnë, njerëzit ti fillojnë të shikojnë përshkrimin, çfarë pse komentojnë guida njerëzit. Shikojnë përshkrimin, dhe fillojnë ata komentojnë, thotë ta marrë këtë guidën dhe ti tani mbledh emailë. Shumica si përmarrëse nuk bëjnë gjë me këto emailë. Pra, ka njerëz që mund të kenë shumë vite në biznes dhe them ke emailë plot. Po çfarë bën? Asgjë. Po dërgoj një këshill. Dërgoj një, hey, për shembull dentistja ime më dërgon newsletter javë për javë. Pra, newsletter që po, javë për javë. Si ti lani dhe më mirë, çfarë ushqimi rustahani nëse keni zbardhuar dhëmbët. Ai që bën taksa, kontabilisti, më dërgon newsletter javë për javë. Erdhi muaji i fundit për taksa. Dhe unë jo vetëm gjej më shumë vlerë, por kur ata shesin një shërbim më lart, unë jam e parë që shikoj atë email sepse kam gjetur vlerë në emailet e tjera. Nëse ata do bëjnë një event, unë jam e parë çdo vete sepse i kam ndjekur. Nuk vetëm te dentisti një herë dhe harroj që ka vajtur. Pra, përdorni emailet sepse në emailet do gjeni shitje më të mëdha.
dhe normalisht në mesazhe me veprime. Po Imeli është ai që njerëzit të ndjekin, që njerëzit kanë mësuar nga ju, i ke dhënë vlerë, dhe tani çfarë do ndodhi? Thjesht me duke i thënë, kthe një përgjigje nëse je interesuar, bëjmë një telefonat, njerëzit do t'ju kontaktojnë. Dhe pastaj ju si përmarrës, si profesionista që jeni, mund t'i vazhdoni të ushqeni dhe të shisni çfarë keni për të shitur. Shumë njerëz ndonjëherë kanë vështirë për të rritur, sepse mund ta nisin nga 2000 followers apo 2000 ndjekës, 1000 dhe duan të rrisin brandin. Por harrojnë të kuptojnë që si ata, ka dhe shumë të tjerë duan të rrisin brandin. Çfarë do bësh? Një mënyrë që unë përdora për të rritur ndjekësit, nuk po them që përdora gjithmonë, sepse është e lodhshme, është të bësh collaboration në Instagram. Gjej një markë, mund të jetë dhe konkurenca jote, që ka të paktën sa ju followers ose më shumë, ka një farë interesi për ju. Dhe thuaj, hey, dua të bëj një video. Unë për shembull strategjia që përdor është do ta editoj një video t'i bëj kontenti. Në fakt nuk përfundoj të bëj të dyja, se s'mërjet. Por, nëse unë për shembull këtu kam bërë një bashkëpunim enitare për një video që promovoj eventin, thjesht nga eventi mora 44 followers. Kam pasur bashkëpunime të tjera që kanë marrë mbase 10 followers, është okay. Po janë 44 njerëz që mbase nuk e dinin që ekzistoja, tani më ndjekin, tani bëhen kurioz. Ka shumë gjata që videot e tjera të dalin në story, ka shumë gjata që një nga ata të ketë klient, po mjafton të kem një nga ata klient dhe prap quhet sukses. Pastaj para do harxhon ty me reklama, që të kishit pak a shumë këto statistika. Më shumë. Dhe ka mundësi që asnjëri mund të mos bësh klient. Pra, që ta kuptoni strategji shumë thjesht. Ky është mënyra e kontentit. Pra është bipkinge. Duhet të filloni me një kontent shumë të përgjithshëm. Nëse për shembull ofroni një fotmar Ledi ty si shembull. Ledi është dentiste e Tramera. Tani normalisht po të flasësh vetëm për dhëmbët, mund të jetë prapë target audiencë më e ulët. Por, nëse Ledi përmend diçka për shëndetin, që po ju bën që të keni më shumë kapitete, jam shumë sigurt gjithë tani do ta shikojë atë video, sepse na përket të gjitha. Dhe ajo video ka shumë gjatë të bëjë virale. Tani normalisht Ledi nuk po promovon shëndetin apo frutat apo çfarë po promovon atë video, promovon pjesën e dhëmbëve. Dhe aty pastaj këshilla për dhëmbët. Pra do fillosh të krijosh kontent motivues, edukues, argëtues, që kjo audiencë që të bëri follow nga një video virale, tani kupton, oh, Ledi bën ka dhe kështu, Ledi bën ka dhe ashtu, oh, Ledi pas ka dhe kompani estetike. Dhe kjo audiencë, nëse ti ke dhënë veprimin, që ke marrë emailin, ke dhënë një gujtë falas, janë gjë se përfaqësojnë klient. Pra, mos përdorni rrjetet sociale thjesht për bërë video, edhe shikime dhe kënaqje me ato ndjekës, po krijoni si strategji funnel, pra tip kinke, që ti ata audiencë, sikur dhe një followers të kesh një farë ide, çfarë do bësh me të followers? Do që të ndjeki, të besoj, sepse sigurisht followers e kesh koment të bëj, për ty është mbështetje. Pra jo çdo follower do të jetë klient, jo çdo gjë është klient, nuk është çdo gjë para. Po 10 followers, 20 followers, rritën, juve do t'ju japë atë mbështetjen. Dhe mbas një nga ata, unë kam marrë një klient nga ndjekësit e mi, që nuk i dija, nuk kishin biseduar asnjëherë, dhe më ka marrë klient më ka thënë personi, dhe unë normalisht shumë kush është, se nuk i mbaj mend, shikoj Instagramin, as nuk e ndi çfarë personin, edhe më tha, je sigurt që ky është personi që të ka dhënë pa referencë, sepse njerëzit kur shikojnë gjithmonë, po të shkojnë Ledi për shkak gjithmonë duke bërë video për dhëmbët apo për estetikën e tjerë me radhë, pa njohur, pa vajtur fare klient, ai personi vërtet në Kanada, çfarë do ndodhi? Do të thënë Ledi që, do të pas të bësh të thonë, e ke para të Ledi Smaj? Shko atje sa ajo bën shumë video. Pra është psikologjike, njerëzit të mbajnë mend, edhe pse nuk janë klientë juaj, mund t'ju referojnë klient. Kur njerëzit bëjnë training, se normalisht nuk kemi ekspertë të gjithë, dhe konsistent, nuk kam studentë që kanë bërë trajnimet e mia, nuk kam bërë asgjë. Kam studentë që më kanë punësuar, dhe unë student pas për supermarket, që quhet si student në farë mënyrë, dhe nuk kam bërë asgjë. Kur ti bën konsistent dhe mundon të praktikosh atë që mëson, mund të jetë nga YouTube, është okay, ka plot gjëra shumë të mira, falat në YouTube nëse keni kohë, të shikoni kërkoni. Mjafton për pak muaj ku të shikoni statistika për shumë për 2-3 muaj, të shikoni kompjutoret. Kjo është e gjitha organike, nuk ka bërë asnjë reklam dhe ka vajtur nga 2495 follower që filloi në 26.000. Ky biznesi është bën produkte bimore, i bën produktet vet. Pra, mjafton që ju të bëni vlera dhe pastaj audienca filtrohet sipas kinkës që ju tregova, juve mund të bëni biznes pa bërë asnjë marketing tjetër. Normalisht gjitha marketingut dhe për një proces shitje, se mund të dëgjoj shumë gjatë mesazh, por nëse s'ka njëri për të përgjigjur brenda 24 orëve me një telefonat apo një gjë, të rrof marketingu. Pa skuadër shitje nuk ka sukses në një biznes. Pra kush po bën referenca? Jemi këtu sot, ju do merrni nuk e di sa karta biznesi. Nëse juve mbas biznesit nuk bëni një email, një telefonat, hey,
Mbasi të paktën kohë të diskutojmë më gjatë, bëj një kafe, bëj një relat, bëj një telefonat, atëherë ky biznes, ky event sot nuk duhet të ash fitim kurs për ju, flas për lidhje, nuk flas thjesht çdo gjë tjetër klient. Pra, na thonë thjesht në vendin e duhur, personi e duhur dhe edhe ajo mund të dyshoj për gjithmonë. Si mund të ndodhë kjo sot? Po bëj një pyetje që ju të shikoni njëri tjetrin, që të shikoni më shumë për të thënë që hey, nga ajo pyetje dhe unë kam një gjë përbashkë dhe bisedon, pra dy kiturka. Radhë e parë, kemi të shumë sponsora, shkoni bisedoni me secilin sponsor. Prezantoni, mësoni për ta. Nëse është diçka në lidhje me industrinë tuaj, që mund t'i duaj një referencë, di një kartë biznesi dhe follow up, pra ndihni më vonë. E dyta, sa kemi këtu nga jugu, po bëjmë pak përgjigje. Të kredorën sa kemi nga jugu? Okej, shikoni njëri tjetrin tani? Okej, tani keni gjë për përbashkët, nga Edina, Fieri, nga Flora, edhe bisedoni dhe pastaj shkoni ku do shkoni. Sa nga Veriu? Veri nuk pëlqej Kosovë, ta pjesë Kosovë më parë. Okej, shikoni një tjetër. Sa nga Kosova? Më duk si shumë shumë, aja, okej. Shikoni keni gjë për bashkëta. Sa janë industri e pronave të paluajtshme? Dhe të një, më duk se kishte më shumë nga vjeta që shita. Po megjithatë, shikoni dhe mos keni probleme, se ju keni tur, mund të më merrni mua dhe unë t'ju prezantoj, pa merak. Se ju gjithë keni tur, edhe unë vetën e evente kam dikë nevojë të më prezantoj. Por mjafton që të njihni një person këtu, dhe ai person një dikë tjetër dhe të bëjë zinxhir. Thuaj të prezantoj me njerëzit e tjerë. E dyta, kur krijoni këto seanca, pra këto takime që do bëjmë tani, duhesh juve jo thjesht të shikoni si mënyrë si mund ta bëj unë të klient, por si unë mund ta ndihmoj këtë person. Disa njerëz kërkojnë referencë nga klientët e tyre, po ata njerëz asnjëherë nuk i referojnë klientit të tyre në një gjë. Unë kam një klient që më ka referuar 15-20 veta, nga ata 20 më duket një atim. Nuk i kam kërkuar, i kam pyetur për video, më ka referuar mua. Dhe një ditë po mendoja thash, si nuk i kam referuar një klientit tim? Çfarë mendon ai për mua? Mundohet tani në çdo mundësi që ka të më përmendi mua, më përpara nuk më përmendte. Njerëzit i pyesin, ndjeshën sikletë dhe thoshte, "Ok, po ta tregoj kush mi bën video, të urdhëroj një email prezantimi." Tani më thon, "Oh, Marsila, një fa një shqiptar", i thash, "Oh, ti se një Marsilën, dhe vazhdon pra krijon ato relata." Pra ndonjëherë do të japni pak mbrapsh. Pra, çfarë do të jepni vlerë dikujt sot? Njihni një këshill, njihni dikë që mbase është në industrinë e tyre, mund ta angazhoni në mënyrë, mbase sigurisht thjesht një fjalë mirë goje, një mbështetje, mbase kjo mund të jetë ajo nisma që ju mund të krijoni një lidhje të ngushtë në atë farë. Se pa lidhjen e ngushtë nuk mund ta kesh klient afatgjat. Është të bëni pjesë nëse nuk keni bërë akoma e grupit supermarket shqiptar mbar botën. Kur bëni pjesë, thjesht të rini në vazhdim, postoni, tregoni historinë tuaj, keni një vështirësi. Unë ndonjëherë kam postuar edhe drama. Dhe njerëzit më thonë që ky është grup supermarket, po supermarket ka bëj drama, është gjithë një dramë e madhe. Kam thënë, hey, kam të klient X. Dhe më ka dhënë kjo si mendoni ju të veproj, sepse ndonjëherë të ditë mendje, bëj një mendje. Pra mund të jepni edukim, mund të jepni motivim, mund të promovoni vetëm, mund të inspironi, dhe do shikoni sa njerëz do t'ju mbajnë mend, dhe shumë njerëz do më dëgjoj që më dëgjojnë foto që ua jemi takuar në Bruksel, u takuam te grupi jo. Ua, këtë u bëm partner. Biles një nga histori brenda grupit, që ju gjithë e promovojnë, kanë kërkuar të krijojnë një partneritet, nuk e di sa para, si pyeta. Mundojmë të bëjmë vazhime, po një partner shumë të madh, vetëm nga një referencë. Se pse njerëzit nuk komentojnë, nuk do të thotë që nuk i shikojnë. Prandaj postoni, shikimet marrin goxha brenda grupit, por marrin kur jep vlerë, një lloj me video, dhe bëni një pyetje. Po nuk komenton njëri, nuk do marrë shikimin, por atë më që sot. E dyta është më ndiqni në Instagram, nëse nuk më keni ndjekur, kam dy, ky është ai në shqip me një pikë në mes. Mbase i bëni foto se kam mbi Europola. Burim është të se sa për erdi. Falënderoj një mbështetje për burin tim, ju do të një gjë rreth. Ai është motivi më i madh, edhe si nuk është supermarket. Është motivi më i madh që kam parë për ka mbështetur çdo ide të çmendur që kam pasur, nga thonë, po ç'keti, vazhdo bëje, më motivon. Pra shumë e rëndësishme të kesh mbështetje. Dhe në story, kushdo që më bën tag, ne do t'i hedhim. Në këtë mënyrë, ju ta përdorni si strategji, shumë e thjeshtë që bëjtë unë, prandaj kam qytur si bonus, që nëse Aneta ka edhe një story dhe unë them, oh, të vajzën, se është nga eventi, nuk e kam parë. Do e bëj follow vajzës dhe do t'i bëj mesazhe, përshëndetje, të pash të eventi dhe unë isha të event, pra keni gjithë përbashkët të folur, stoj për një kafe, pyete, çfarë bën, si kalon, etj. Me radhë, dhe gjërat mund të vazhdojnë edhe mbas eventit. Sepse mjafton një person dhe ti në kohën e dur dhe jeta jo mund të shojë. Faleminderit. Gjithë vogël dhe do kemi koktejl, ushqim edhe do
do bisedojmë, do të bëjmë prezantime. Do të shifoni supermarket shqiptar në Tiranë. Okej? Do të them 1 2 3 dhe thonë. Jo, njëri para, njëri mbrapa, okej? Prisim tash. Atëherë kur them unë 3, do të themi supermarket shqiptar në Tiranë, okej? 1 2